Selfi Gjeciu, zëri i parë femëror i letërsisë shqipe dhe gruaja që sfidoi historinë. Në historinë e letërsisë dhe rezistencës shqiptare, emri i Selfi Gjeciut zë një vend të veçantë dhe të merituar. E lindur më 31 mars 1918 në Gjirokastër, ajo do të bëhej jo vetëm gruaja e parë shqiptare që botoi letërsi në Shqipëri, por edhe një zë i guximshëm feminist dhe një veprimtare e palodhur antifashiste. Në moshën vetëm 17 vjeçare, më 28 nëntor 1935, ajo botoi një poezi në gazetën Populli në pseudonimin Kolombia, një akt i rrallë për kohën. Kur zëri i gruas shqiptare ishte ende i heshtur në sferën publike dhe letrare. Ajo bëhet pjesë e brezit të shkrimtarëve shqiptar të viteve 30, duke sfiduar normat patriarkale përmes krijimtarisë së saj dhe frymës së saj të lirë. Mikesh e afërt me një tjetër pionire të letrave shqipe, Musine Kokalari, Selfigja jetoi një jetë që përshkoi nga idealizmi, ndershmëria dhe dashuria për vendin e saj. Në vitin 1939, kur Italia fashiste pushtoi Shqipërinë, ajo ndodhej për studime në Firenze, Itali. Por përkundër rrezikut, ajo vendosi të rikthehej në atë dhe së bashku me bashkëshortin e saj, Xhemal Broja, me të cilin hapi një librari në Shkodër, duke vazhduar përpjekjet për përhapjen e dijes dhe kulturës. Në vitet e luftës së dytë botërore, ajo ju bashkua Partisë Komuniste të Shqipërisë, së bashku me figura të njohura si Drita Kosturi dhe Nexhmia Hoxha. Më 22 shkurt 1942, ishte një nga organizatorët e një demonstrate antifashiste në mënyrë të palishme. U arrestua dhe u dënua me vdekje, por më vonë u lirua. Fatkeqësisht, si shumë të tjerë që patën idealizma të mëdha, edhe Selfigja u përball me padrejtësi të mëvonshme nga vetë regjimi që kishte ndihmuar të ngrihej. Në vitin 1947 dhe më pas përsëri në 1966, ajo u internua bashkë me bashkëshortin e saj, duke u përjashtuar nga jeta publike dhe kulturore për dekada të tëra. Vetëm pas ndryshimeve politike dhe rënies së diktaturës, në vitin 1998, Selfi Gjeciu arriti të publikonte librin Tallazet e jetës, një vepër që përmbledh kujtimet, poezitë dhe reflektimet e saj. Një dëshmi e jetës së një gruaje që u përball me të gjitha erat e historisë, por nuk u thye. Ajo u nda nga jeta më 22 gusht 2003 në Tiranë, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme si shkrimtare, si grua që i dha zë brezit të parë të shkrimtarëve shqiptare. Si dhe si një prej femrave më të guximshme të shekullit të gjëgjë në Shqipëri. Selfi Gjeciu nuk ishte thjesht një emër në histori. Ajo ishte zëri i parë që guxoi të shkruajë në një botë mashkullore, një simbol i gruas që kërkoi të jetojë me dinitet dhe të luftoi për drejtësi, për kulturë dhe për ardhmë.